nuk ja dim realisht vlerën kësaj feje që Allah na ka dhëruar me të. Po ta dini njerëzit sa u bën mirë Islami, sa është i dobishëm për ta. Atëherë do të mundoheshin ta zbatojnë fije për pe, madje do të kërkojnë a ka ende. Nga se e kuptojnë realisht se sa janë të nevojshëm për te. Ibn Qayyim rahimullah thot se njerëzit kanë nevojë për fenë, për Islamin, më tepër, madje shumë më tepër se që kanë nevojë për ushqime dhe për pije. Kush e ndin këtë nevojë? Sot nuk e ndim gasimin e botës provës, nuk e ndim. Por vallahi nesër kur dalim para Allah xhallahu ala do ta vërejmë se e tëra që na është dashur të marrë nga kjo botë është vetëm ajo që ka të bëjë me këtë. Të gjitha të tjerat mund të jenë barr. Të gjitha këto. Unë e cekën në shembull këtë do të them kështu. Thënë paramendo vëllai nderuar të është dhënë një strajc. Apo? Po. Një strajc në krah. Dhe të është thënë do të ecësh në këtë rrugë. Në fund të rrugës atje, në fund të udhëtimit është një treg. Merr për gjatë rrugës gjëra dhe pastaj në treg do t'i shitesh. Dhe në bazë të parave që i fiton, varet udhëtimi yt dhe jeta më tutje. Njerëzit tash nuk dinë çka kshitën treg atje. Apo? Dhe disa njerëz mendojnë se sa më e rëndë që është strojca, aq më është tregj është. Andaj mbledhin shkëmbin, gur. Ai po, është për rënd, ai mezi e ban. Por kur shkon në treg dhe e hudh, ai pronari i tregut thotë, këtu të unë nuk vlen. Këtu nuk vlen. Për këtu nuk muna asnjë pikë ujë me të dhënë, diç më tepër. S'meriton. Sa njerëz nuk kanë mbledhur gur. Ndoshta nuk e kanë rënduar shumë, ato e kanë lehtë e bojnë, por kanë mbledhur margaritar. Dhe kur kanë shkuar ti kanë kjo është ajo që kam kërkuar. Andaj edhe këtë botë, Allahu na ka dhënë kur kemi lind një strajc. Ka mbosh në raptemi, me çka të dëni? Ja ku është bota. Dhe jemi të lirë. Jeni të lirë, çka dush mbledh ti? Fut në strajc atë që du, nuk të pengon kush apo. I lirë. Në fund do ta derdhësh këtë strajc para Allahu xhallahu ala dhe vlerësoj në bazë të çmimit atje, tash është atje një çmim i caktuar. Kjo bën kaq, kjo nuk vlen, kjo vlen shumë. Kjo për këtë dënosh pse e kim mbledh se nuk kurdosh me marr me vete. Dhe pasaj shikoj. Nuk në mëson askush se çfarë vlen këtë treg për ECF-s. Dhe ky është katalogu i vetëm që na udhëzon për vlerën reale të gjërave që ne i mbledhim në tregun e staciontarëve. Kaq na duhet feja. Tash ti vlerëso se çfarë do të zgjidhet, çfarë do të marrë. A do ta marrë? Të gjithë të tjerët, edhe pse mund të jenë me qëllim mirë, edhe pse mund të jenë të dobishëm, në rregull është. Po ata nuk dinë realisht se pronari i tregut atje çfarë vlerëson.